Ban si bosti, ti merr lek me përqindje ke Bjondin 5 Majer, kurv. Ke qef ti them Bjondit me ta rrit përqindjen? Ban si bosti, kam lek unë, ti merr lek me përqindjen 5 Majer ke Bjondi, or kurv. Bosi piçk. Kam lek unë. Qa lek është keti dhe ato lek që keti kontrolo gruja. Ti jep nej lek për kafe, për benzin. Nuk e bëthqirë. Nuk piçk. Të dy si piçka jeni, dhe ti dhe i mafja. A i mafja është Miss Piçka, Miss Firencja. Kur bodhe mafja me rëp shpije si gangster mund vjen për qesh kur ju shof meme. Kur të shof ty kozak që bok shu që shtrëngosh, që shan, ti kujton se mërzit mu. Unë isha të shu i mërzit djerë rrotkari, kur jam qu që t'kam shajt fort fare, kisha pi mall i nat para. Edhe kur pi mall qosh nesmen, ti je mallist vet, e di që shbosh. S'ja mërzit na memet e juja, unë e ju qif sharop, unë kur ju shof memet e juja, unë qesh me ju, qesh. Qne ju e kar, gangstera ju. Ju gangstera, pidhi samës. Atëherë ju së vini as ke maja karit mua. Ju që më shani. Ju tiktoksat. Dhe jam i qik ma i qep sot. Si ka kap sedra janë dy shokët e mi. Edhe me vërte janë vanë seriozisht kësaj punës me vazhdu në privat. Tani ti në privat, ti këshu thu sil në Europë, bëj në Europë, po ti as del, as telefon, as i gjo, pasaj thu le kur dalësh, po unë s'mere ma me ju, sa herë që do lexoj emrin tujna për komende, do i fus në opinion të letë, këshu, pa ju shana familja, thjesht do t'ju sha juve si individa. E derisa të vi momenti, të plasin fishek zjarët e kozak, ke porcelani. Mirë lal, më mërzit. But I am sure your other's baby what wife white in belly, it's not yours, okay? I'm sure for that. Because you not have spermatozoid more car. Ti s'ke sperme bo fmi mor të shif shara. Kjetë dal ke shajti, të erda ke shpia. Po kuj ti ke ardhë shpitje të shif sharrak mund pith? Kuj ti ke ardhë në shpitje? Se po na vinë rojet. Edhe roja s'vjen sy më dhonë, drojët turni me live hap. Ti t'jesh këtu kush e di ku m'qifesh. Po, ku ke ardhë ti në Elbasan që t'pas ka dal mami im duke qajtu? Që unë kam 6 vjetë që se shoh vetë nanën tim, orë kurvë. Që më përmenti nanën. Ku ke ardhë ti? Kishe ardhë në shpitime, e imagjinoj kishe marrë vesh gjithë bota. O kari. Shneti ma. Një sekundë se po kalojnë to. Bonjour. Bonjour. Quel tourne? Premier. Merci. Premier turn. 2:30 jam jashtu. Do t'na hang buk shpejt tani. Shife la, sa i mirë që jam e la. Shi si ka dalë me rëngë shpije, sa i mirë.
Shi si kërcet, tak, e thekur në mënyrë perfekte. Ja futëm i super gatim tani. Nxjerrim dhe gotë vallë. Opa. Tani, të dashur miq, se du të flasi qik seriozisht, se jam pak më i qet tani. Di qa han Bobi, të rujt Zoti e la, edhe t'u baf gjak e dhjam gjdo got uje, gjdo qat buke. The Father. Tani, unë nuk du të shahem na për TikTok, jo me Kozakun, jo me këto. Unë Kozakut do t'ja baj damin një jetë reale, edhe ja premtoj vetes time këtë gjanë rreth parë, edhe gjithë njerëzve që vinë e më respektojnë e më dunë. Unë nuk vazhdu me shama, jo për nej gjo, se m'ulen mu vlerat, nuk i ulen atit i shtohen, me shajtun. Ditë them vetëm i gjala, që Kozakun nuk e kam sha unë i pari, m'ka sha vetë në për memet që unë jepja mesazhet mira për shqiptarët, që u thoja, kaloni fundjavë bukur, apo s'janë më shqiptarët që kanë qenë ma përpara, kemi qenë ma mikprica, kishin qenë 2-3 meme me support e la, që të sotë që unë i mirë dhe mos bjerë, po pra o The Father, po, ma maner, burë, qa ti baj, a kupto dhe, se din qofë se ti na jep nej menim, qysh me veprun këtë lloj situate, vlla, se, je dhe ma i vjetër. O Franq. Përshëndetje. Si kalove? Mirë, të Një falenderit sa që ta bana i gatim të shpet këtu live me njerëzit, me dashamirët, edhe me thonë drejtën, më ka zoni qik ngusht belaja këto 2-3 ditë, unë s'para shahem na për TikTok, këti s'fam, po nuk e di vlla, duhet me qenë shumë njeri i fort me qëndru larg këtyre njerëzve që vinë të ofendojnë vlla. Franci, mos bjerën kësi loj se ti në reshtat e funit të Tajlandës i ki dhe gjana që t'akuzojnë që ke full life. Po. Mos që ndër shtija për me pot njëjtin gjua me ta shtua u këta. Ti e një nga njerëzit që më keni mu, se s'du me ta thonë shiner, Sami ma ka pagu avokatin e njerëz dhe Sami është ndjeni shumë qartë të çështjes time për çaj Hamburg. Edhe këto njerëz që dalin na për TikTok flasin llap e qysh tek, a kupton, janë shumë larg realitetit me ne, njerëzit që e kemi pasi eksperiencë njetër vlla, se ne si jemi njerëz që sa kemi hap syt, kemi dalë në TikTok, si kanë dalë këto tjerët. Këto i kanë hap syt në TikTok, ne kemi hap syt në jetë reale vlla. Kështu që jam van siklet o Sam, unë jam burg, jam i myllëm këtu, do troç familjen nuk du ta përzjej që ta kaloj në i shkallë tjetër. E ke parasysh se di dhe unë me e van babën e ja 2 kushurin siklet edhe me marrë form tjetër kjo lloj mohabeti, po nuk e di më vlla si të veproj, a kupton? Veç me qëtësi. Do të ketë kohë për gjitha, sa ti aty s'paku mos ja shto vetës gjanat, kupton, se din që të kanë përmenë raste edhe me shok tjerë që kanë shku live e tu ka regjistru, kështu që lejle të si gjujanash. Gjithsesi unë t'jam shumë mirë njohës rreth parë. S'ka problem. Gjithsesi du ta them jam shumë mirë njohës për gjestin që ke bërë për mua dhe gjithë jetën nuk ta harroj o Sam Dubai, se ta di dhe mbi emrin, po s'du ta them këtu. Du fort respekt. Respekt vllai. Hajde, ciao. Hajde, ciao. Tani me që foli dhe Sami, për Zotin nuk e prisja që do vinte.
Mire kanë la, nuk kemi kategorinë me ranë poshtë la, le të shaj Kozaku, unë do t'ja baj Kozakut me rob shtëpi e damin mjetë reale, më vdek familja, nja 2 shok më kanë shkrujt në privat që dje, Servil, po qa Servili mër vllai i në mamanër bu. Servil është Kozaku la, jo unë. Unë Sami nasjerë si kam shku në mrapa me i bo Servilin, Sami ka qeni vetëmi person që ka arthi pari, më ka respektu vetë, unë se kam njoft asjerë, ka arth, më ka gjyt TikTok, më ka shkryt në privat Franci, më nis numrin dhe më thujt qa të duhet. I kam thanë, nuk është puna do famela se qëtë, po qa famela imi veta, shisa njerës tullët të regoni ju shqiptarët. Ate e njef gjithë bota, ka miliardat e eurove, ngelje i për imi veta këtu, që 800 janë kalamaj shkollash. O frate, jeni shumë njerëz shqiptarët kanë mentalitet shumë të trashër vlla. Atit si janë i trapi më vllai, as për fam, as për asgjë, as për Francin, as për asnjë këtu në TikTok. A kupton, si ka gjitha gjanat në rregull. Ai vjen jepi me një mjet mbështetjen e vet vllai. Pse sikën ty ke Kozaku ai? Ti thot Kozaku të qetësohu, mos e vrit menjen anë këtej, po vjen ke mu. Pse? Pse jam unë i drejti më lali. Nuk është ai, apo këto të tjerë. Edhe kur jam zanë me Gucci më shau veti pari. Me Kozakun ma ka bo veti pari më ka provoku. Me këto të tjerë, do me thonë unë kur nuk kam qenë Franci i pari që kam kërku sherrin, apo që ta ull vetën në nivelin e këtyre njerëzve. Sami më ka ardhë, më ka respektu vetë, pa i njoftë mër vlla, asnjëherë. Më ka ardhë, më ka nis lek të avokatit direkt në privat me bank, me rob shtëpie, edhe vjen her pas here më respekton. Edhe jam mirënjohës gjithë jetën, jo si këto tjerë që kanë kry hallet e veta, kanë dale kanë shat nesme. Kjo është diferenca ime. Edhe unë nuk hyn TikTok për fama apo për lek. Këto janë benefite plus, se kështë thanë Kozaku më shajti mu edhe fiton ai gift. Po çka giftesh me fitu në emër tat mërdaku, amanër bu. Amanër mund e kuptoti që s'kan fitu gifte ku i kanë pas njerëzit famën me forcat e mia, pa u përzimi njëri, pa të përmend ty, pa përmend asnjë njeri. Du ditë them vetëm kaq, që Kozaku me këto 2 ditët e funit seriozisht i ka vënë nja 2 shok në sedër, nja 2 shok të mi ka vënë fort fare në sedër, që më kanë thënë o vlla, ke dorë të lirë, kërko sa të dush, vetëm gjia vetë, montoja vetë vlla, montoja njerëzit to, skemën, gjona, ke ne ke dorë të lirë, qa të duhet. Kështu që unë që sot e tutje Kozak, s'merren fare ma me të shapo që është tek. Do të cjell vetëm i komposto kur të thysh kamën. Mirë vlla. Ka kisha me thanë për Kozakun.